është thënë e pakta numërohet, ndërsa e shumta është vështirë të numërohet. Allahu Gjelle wa Ala në Kur'anin Fisnik, kur flet për muajin e Ramazanit, e potencon duke thënë ayyaman ma'dudat, ditë të numëruara. Nëse ndalemi edhe i meditojmë këto ajete, e gjejmë se vërtet është ashtu që Allahu Gjelle wa Ala ka thënë dhe këto ditë të numëruara tani më veç se kanë ardhur ka fundi i tyre, ka fundi i këtyre ditëve. Dietarët janë të pajtimit, edhe janë ujdi se muaji i Ramazanit është muaji më me vlerë, edhe muaji më i dalluar nga muajt e tjerë. Allahu Gjelle wa Ala këtë muaj e ka veçuar nga muajt e tjerë me disa gjëra prej tyre, edhe zbritjen e Kur'anit, me obligimin e agjerimit në të ibadeteve të cilat shpërblehen më shumë se jashtë këtij muaji, me natën e Kadrit, dhe ka bërë që njeriu i cili falet gjatë këtij muaji, agjeron gjatë këtij muaji, t'i falen mëkatet atij. Sikur dietarët janë të pajtimit që muaji i Ramazanit është muaji më i vlefshëm, edhe ashtu janë të pajtimit se 10 ditët e fundit të këtij muaji janë ditët më madhështore në këtë muaj. Njeriu i mençur duhet që punët e tij t'i shtoj kur ato vinë në përfundim. Pra punët e mira t'i shtoj edhe më shumë kur ato vinë ka fundi i tyre, për faktin se pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thonë innamal a'malu bil khawatim. Me të vërtet vepra shpërblehen në bazë të asaj se si përfundojnë ato. Nëse ndalemi edhe meditojmë gjendjen e dietarëve të hershëm, adhurimit të tyre gjatë këtij muaji e gjejmë se duke filluar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj edhe dietarët e tjerë dhe njerëzit e devotshëm, e gjejmë se në fund ka fundi i muajit Ramazanit e kanë shtu ibadetin edhe adhurimin. Është përmend për Qataden radhiyallahu ta'ala anhu, i cili gjatë muajit të Ramazanit çdo 3 ditë e bënte Kur'anin hatme, ndërsa kur vinte fundi i Ramazanit çdo të 2 ditë e bënte Kur'anin hatme. Për faktin se vlera e këtyre ditëve është më e madhe. Andaj njeriu duhet që gjatë këtyre ditëve ta shtoj adhurimin edhe më shumë, se nuk e din se ku është e fshehur e mira dhe mirësitë e këtij muaji për të. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në muajin e Ramazanit gjithsesi në 10 ditëshin e fundit e shtonte adhurimin edhe më shumë. I zgjonte familjen e tij për namaz, falej edhe i zgjonte familjen e tij për namaz. Bënte i'tikaf, qëndrimin e tij në xhamin e tij në Medinë, vetëm që ta shtoj adhurimin edhe ta takoj një natë të cilën Allahu Gjelle wa Ala e ka veçuar nga netët e tjera. Ajo është nata e Kadrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u thonte iltamisuha fi 10 al-awakhir. Kërkojeni atë natë në 10 ditëshin e fundit të muajit të Ramazanit. Allahu Gjelle wa Ala për vlerën e kësaj nate ka zbrit një sure të tërë në Kur'an, ku thot inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne Kur'anin e kemi zbrit natën e Kadrit, pastaj vazhdojnë ajetet ku thot lejletul qadri khairun min alf shahr. Nata e Kadrit është më me vlerë se 1000 muaj. Allahu Gjelle wa Ala e ka veçuar këtë natë. Bile thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush ngritet natën e Kadrit me iman, besim në Allahu Gjelle wa Ala dhe shpresim në shpërblimin e tij, Allahu Gjelle wa Ala ja fal mëkatet e kaluara atij. E ku ka më mirë se njeriu të pastrohet gjatë këtij muaji nga mëkatet edhe të afrohet te Allahu Gjelle wa Ala me devotshmëri. E prej objektivave të agjerimit, namazit të taravive është edhe afrimit te Allahu Gjelle wa Ala. Allahu thot në Kur'an, wa kemi bë obligim agjerimin, sikur që a kishim bërë atyre që ishin para jush,
në mënyrë që të pastrohen edhe të afrohen te Allahu xhalla wala si të tjerë.